përshëndetje nga këta zoj shtegëtar që po shtegëtojnë sërish për një vend më të mirë, në ardhme më të mirë. Ç'ishte kjo hyrje? Gjeni se kush është nisur për një udhëtim tjetër, nuk besoj se e gjeni dot, jam shumë e sigurt. Nisur Rezarti. Po, jemi besi nomad. Ba, besoj se gjë është mirë, po nejse. Siç u kisha premtuar edhe te vlogu I kaluar, këtë herë jemi sërish në një udhëtim tjetër. Gjeni se ku jemi, se nuk besoj fare që e keni marrë vesh deri tani se për ku jemi nisur, por jemi nisur për në Kolmar, Është një qytet I vogël I Francës, që ne kemi rreth 3 orë larg. Mendoj që ishte pak më pak, por me sa duket pas ka qenë 3 orë. Ne si gjithmonë u nisëm në orën 12, domethënë në çdo gjysmë e ditës e ikur vetëm me duzën aty me tu bër gati e ku diun. Por ka që u nisëm, shqyr zotit. Kemi edhe pak rrugë, edhe 2 orë 50 minuta. Kaloj vetëm 10 minuta rrugë, domethënë. Kemi marrë snacks tonë si gjithmonë, edhe ushqime pafund atje, sanduiçet, po gjithmonë hahen, sidomos kur jemi në udhëtim hahen. Unë jam totalisht e bllokuar, siç mund të dallohet nga zëri im, më bllokova dje si për një mini surprizë përpara udhëtimit, dhe tani do bëjmë udhëtimin të bllokuar. Dje madje kisha edhe një problem me syrin këtu, që më pulsonte kjo pjesa e poshtme e syrit, që shpresoj mos të jetë ndonjë gjë serioze, po sipas doktor ChatGPT-s nuk ishte ndonjë gjë serioze, përveç nga lodhja, nga pajumësia e këto gjërat e tjera që unë I kam, nuk e se kam, kështu që do t'i mbajmë edhe këto pulsimet e syrit që po do ta mbajmë, se çfarë bëjmë? Se do ta mbajmë sot krena, ta mbajmë. Kështu është kur nuk fle gjumë tamam, zgjohen 4 ditë për ditë. E kisha dhe sot në mëngjes në fakt, por shqyr zoti deri tani nuk po më ndodh më. Shpresoj të më ketë ikur se të shoh Kolmarin kështu bezej. Kështu ne tani po ikim, patjetër si çdo vlog tjetër do t'i marr edhe ju me vete. Shpresojmë që të jetë një vlog I bukur dhe ne të kënaqemi. Sidomos kjo e fundit ka më shumë rëndësi besoj. Edhe për ju, edhe për ne. Do t'ju hapur të shkojmë te hoteli, shohim pak si do jetë edhe hoteli, shpresojmë të jetë një çik I mirë dhe I pastër. Por do të shifemi tek hoteli sërish. Nëse nuk do ndonjë gjë tjetër rrugës domethënë. Në kryesore që më ka sjellë sonte është aty me ta. Ne bëm një pauzë të shkurtër tani, krejt sa u zgjua nga gjumi, fjeti janë 1 orë. Kemi edhe 1 orë tjetër rrugë. Po, duke qenë se edhe makina atje shkruajti që duhet bësh një pushim të vogël. Krena sapo u zgjua, dhe sapo u zgjua krena pam edhe këtë parkimin këtu. Ndodhen të treja gjëra njëkohësisht dhe u kthyen shumë spontanisht te ky parkim. Madje pas ka edhe një park të vogël lodra që po luan krena tani. Ja është aty parku. Edhe me këtë rast luan edhe krena pak aty, qetësohemi edhe ne. Ne ulëm prapse njësoj ulur, ishim makinë ulur edhe këtu. Hajde sa për të qetësuar. Nuk do na bjerë shumë orë me thënë drejtën për të qëndruar në Kolmar, se nesër në mëngjes direkt do nisemi për në Europa Park. Kemi prer biletat për në Europa Park. Dhe gjithë ditën do ta kalojmë atje. Ne mendoam që të paktën kishim pak më shumë kohë sot për ta vizituar Kolmarin, por me sa duket nuk do kemi aq shumë. 3-4 orë do na bjeri, po na ra edhe aq, thojmë që mos të errësohet shumë herë. Tu pas ka në fakt edhe kafe dhe kioska për të bler, po neve nuk do marrim asgjë se unë në fakt doja që ta pija një kafe, por duke qenë se ChatGPT-ja më tha për këtë pulsimi që ma bënte kështu, unë ta kish edhe nga kafeina, që unë nuk është se pi kafe fare dhe kur e pi me shumë pak kafeinë ose pa kafeinë fare, por që gjithsesi thash mos ta rrezikoj kohë të marr kafe. Do kishte edhe gjëra të tjera për të bler, po neve kemi mbushur makinën plot, kështu që thjesht do shijojmë pak diellin, kështu që është kohë e mirë se dije po binde shi me gjyma. Sot na pas zoti. 5 minuta ndënjem ne, 10 minuta maksimumi, po nuk e di se sa foto kam shkrepur. Nuk e di se ku shkallova unë që u bëra kështu kaq fiksi magjie me foto, se unë as nuk kam pasur qef fare. Kisha shumë inat që të pozoja, ndërsa tani sikur më hipur vetë janë qef. Shikoj pak se çfarë kam marrë. Me po prisja që të zgjoj krena, se kisha hallë se bëja zhurmë, edhe që ti merja. Që unë se vendes kur isha në Shqipëri nuk është se I haja aq, nuk është se I kisha aq shumë qejf, domethënë, kisha më shumë qejf pelina, po ky formati kështu nuk e di pse më pëlqen më shumë se sa I moltu. Është ka ndonjë recetë ndryshe ata për këtë, nuk e di unë, por që kjo më shijon shumë se sa ajo moltu e madhe se vendes. Interesant ky kalipi nga Gjermania në Francë. Kishte tabelë që lexonte Francë dhe direkt sapo kaloi këtë tabelë. Edhe ato tabelat e sinjalistikës rrugore ishin direkt si ato të Francës, që neve I pam kur ishim në Paris, I kemi parë dhe kur kemi qenë një herë tjetër në Strasburg, domethënë kanë pak ndryshe nga ajo e Gjermanisë. Edhe madje ishin disa njerëz tek ajo tabela që herë kalonin nga Franca dhe herë kalonin në Gjermania. Ishte shumë interesante. Kishte as kufi as gjë. Me sa më mund të kemi qenë në Paris, kishte kufi që edhe paguanim ato urat edhe ku diun se çfarë. Aty shikoni rrezit, sepse krena u kujtua që donte të bënte pipin. Edhe pse ju luta kur ishim atje tek ai shesh pushimi, po nuk donte. Tani pas 10 minutash u kujtua që I bëhet pipi. Kalendon opinionin dhe ka ky. Don fenom. Erdi pran vera moj më nga dalë Lullet që më pa më nga
adalet nuk e sheh. Tim lidhje në mi falë. Ka përna i të sajme, ka e vërë Të i provaj. Sa po hym në Kolmar. Sot i matë në sërim. Jam edhe pa 6 mikrofon. kilometra. 5 minuta. Unë flas me minuta, ai flet me kilometra. Jam pa mikrofon edhe muzikë. Zëri do më dali shumë më keq se sa me mikrofon, por nejse. Po këten, yes! Po blici. Jam shumë sikur që do urrej vetëm ti kur do të çoj me këtë zërin e ngjirur, por nejse se jam putë e Zotit këto, s'do merr me putë e Zotit. Zemra ishte ai aty, është pse që pam atje në Ky hoteli që pas kemi rezervuar ne, pas ka 2 hotele shumë afër me njëri tjetri, po njëri është me 2 yje, tjetri është me 4 yje. Kemi rezervuar te ky me 4 yje, por jemi te ky me 2 yje. Edhe nga që unë gatrohem këtu, edhe shkova tek ai recepsioni i këtij hoteli që jemi tani me 2 yje. Dhe fillova aty duke folur gjermanisht. Po ndërkohë po shikoja nga telefoni për t'i treguar adresën asaj gocës që ku kisha rezervuar në të vërtetë. Edhe gre kokën nga ajo goca, tha, sorry, tha, can you speak English? English. Yes, vazhdo më falni se harrova që e kam kaluar kufirin e ustakova fare, më duk sikur isha në Gjermani akoma. Nëse, rëndësi ka që erdhi dita që t'na vi gjermanishtja më kollaj se sa anglishtja. Se deri dje thosha atyre, can you speak English please? Tani më vjen më kollaj gjermanishtja se sa anglishtja. Është shumë fitore madhe, se ata që jetojnë në Gjermani edhe e dinë se çeqe me gjuhën gjermane, ma kuptojnë hallin motrës tuaj. Më duket se ashtu apo? Po pra, e thot ai me 4 ec drejt. Neve jemi. E ka atje shenjë që ec drejt të vllai. Te ky me 2 ec këtej, ne ecim këtej. Okej, shumë mirë. Ajo që nga çuditur, të imagjino, kjo është në hyrje fare, më qartë s'ka nga të shkoj, edhe ne shkojmë andej nga ana tjetër. Ne shkojmë te hoteli, po. Pas ka te restorant, erdhëm në fund erdhëm. Sa rroba ke marrë Samra? Kush ti ka ngarkuar? S'të merr nga rrobat. Erdha thënë për të parë vajzën e pajësin. Hoppa, jalla tiki hoppa, jalla hoppa. Kreda po i. Është hoteli. Erdhëm neve tek dhoma e hotelit. Filloi çupa i me kafe gjeshk, duke pirë kafe. Ha mam, do pish kafe? Hajde për ta pirë kafe. Më pëlqen shumë ky kostumi. Është shumë më shumë më i shpirt. Po, është për shumë më për kafen. Neve sapo erdhëm, po ka shkuar ora 4 dhe bëjmë mirë të ngrihemi, të ikim direkt që mos të humbasim më shumë kohë. Do vesh një fustan, make-upin thjesht do ta rifreskoj pak se shkon nëse më është bërë edhe kjo nga syset këtu. Po nuk do bëj ndonjë gjë, kështu që e bëra që në shtëpi make-upin, se imagjino se sa kohë do më kishte marrë për t'i bërë këtë. Tani fustani që doja të vishja unë është ky që më erdhi dije në fakt nga shenjë, edhe mezi po e prisja që të më vinte që ta merrja pikërisht këtë. Është shumë i bukur, më duket vetja shumë si fëmijë i vogël, por kisha harruar që të merrja recipetat që ishin pa rri pa fare dhe kam veshur këto recipetat normale, po më shumë mundsi edhe mund t'i heq. Domethënë duket kështu. Thjesht një gjë gjoksi pak më i ngritur, por nuk është se duke keq edhe pa to fare. Edhe Krena ka veshur fustanin e bukur, është me shapkat akoma. Edhe s'ka rregulluar flokët akoma. Edhe unë nuk i kam rregulluar flokët, por ndjej që me këtë fustanin, flokët duhet që të jenë me patjetër të kapura dhe të më tregohet pak më shumë fytyra. Kam marrë edhe një varse me një gur jeshil, po e di çfarë mendoj që do t'i bëj prap si atëherë kur isha tek Albani, se më pëlqen shumë ai modeli, me vërtet që më duket vetja një 10 vite më e re. Ky është goli im në jetë, me sa duket të dukem pak më e re si adoleshente. Ndërsa nga këmbët kam akoma shapka, po kam marrë një palë taka të bardha që me shumë mundësi do t'i vesh vetëm për foto, por bëra gabim që nuk morrë një palë sandale. Kam marrë vetëm këto shapka që nuk është se duken aq bukur me këtë fustanin. Po flokët përfundimisht duhen kapur, nuk mund të rrinë kështu flokët me këtë lloj fustani. Nuk e di a ka gjë që urrej më shumë se sa të bëj make-up mbi make-up. Zoti më ka më mirë që ta fshin nga e para dhe ta bëj, se sa ta bëj ashtu make-up mbi make-up, shtoje, hiqe, sidomos buzët një herë kur i kam marr, duket aty sikur ke bërë llaç mbi llaç, domethënë. Që se si u bëra gati kështu shpejt edhe flokët i kapa ashtu të më. Këto flokët më duken shumë të fryra këtu te kamera, ndërsa te pasyrat nuk duken kështu. Lejsa. Si përfundimisht kështu i kapa domethënë. Ose konti të gjati që kemi të Ukraina, pa nuk e kemi bërë ashtu. Bravo shpirë. Edhe Krena i kapi mami flokat e saj. Tani jemi gati të ikim. Nuk e di se çfarë do shikojmë dhe ku do shkojmë. Do shkojmë njëherë në qendër sepse me sa pash në TikTok këtu mund të shkoj edhe në K. Domethënë pasi të mbërrihet në qendër, mund t'i shikoj pak a shumë të gjitha në K. Duke qenë se është qytet i vogël, madje ishte edhe diçka me Venecia, ku diun se ç'thoshte si Venecia e vogël, kishte sepse është qyteti diku me ujë, diçka e tillë, qysha sa keq më gjave kjo sikur e ham 100 kg. Sa më shumë. Nuk e di, po tu kamers ose s'është drita e duhur ose nuk e di se çfarë po ndodh, por që shkojmë pak në një dritë më të mirë pastaj për të dukur mirë në kamerë.
e bëm një xhiro të vogël rreth qytetit. Ishte një qytet I bukur I vogël. Domethënë nuk e di pse kemi para apo jo, sepse Krena vendosi që të jetë me super nerva sot. Dhe kështu që ne ulëm në një restorant tani që të ham buk. Ktu kishte kryesisht burgera. Ndoshta është specialiteti I këtij restoranti, sepse po shikojmë që të gjithë pak a shumë burgera po han. Do t'i provojmë një herë edhe burgerat Colmarelez. Burgerat Korma. Burgerat Colmarez. S'il vous plaît. Do të bëjmë një foto, po na dalin ca propanica këtu sa herë që vim, nuk ka problem. Edhe mund të jetë shqiptar thot Rezi. S'ka problem se propanica është një fjalë që përdoret nëpër libra. Edhe Krenës tani e çuam telefonin, merrni këshilla nga ne, kur e shikoni që fëmijët janë të acaruar, futeni telefonat, se për shaka po. Futeni në grusht thot Rezi. Më mirë më mirë grushti se sa telefoni. Më mirë se gjatë rrugës nuk pa fare, kështu që I takon një orë, se Krena një orë bën që e bën edhe në shtëpi. Ta shikoj këtu. Edhe ne ta ham atë burgerin e qet. Po duket shumë bukur këtu dhe I kthehemi në ulur në qendër dhe kemi pamje shumë të bukur. Do të tregoj pak tani. Ja, kjo është pamja jonë. Është mund në mes të qendrës. Domethënë sikur e di unë se kur është qendra, po imagjinoj dhe po supozoj se kur është qendra I xhaxhi aty. Do që të dali tek videot e mia dhe të bëhet I famshëm. Xhaxhi duhet të paguash për të hyrë tek videot e mia. Mora këtë si tip pice, si tip piteje, ku diun që është tradicionale e Francës, e mbaj mend që kam ngrënë edhe një herë tjetër në Strasburg. Është me qep, është si picë me qep, domethënë, nuk është se është e keqe, nuk ka ndonjë shihet keqe, po unë nuk kisha fare uri, nuk e di, thjesht nuk po hapja dot fare gorën, shkon pak se sa kam. Është pothuajse e gjitha këtu. Edhe aq domethënë edhe hëngri Rezim shumë se sa e hëngra unë. Unë vetëm një copë hëngra, një herë hëngri Krena, edhe Krena e la normale, gjithaj burger hëngri 2 copë la fare. Fatura në fund shkoi 65 euro që ta dini, sa mund të jem pak a shumë çmime, domethënë në restorante këtej. Ne tani do kryemi me sa pash, nuk ka asnjë gjë të hapur tani, sepse ka kaluar ora 6 dhe në 6:30 maksimumi të hapura këto. Do të bëjmë një xhiro me tren se Krena mbaroi fare. Sa herë që po shkoj ato trena, duhet të treni. Ato mbyllesh në 6:30, ndërkohë që ora duhet të jetë 6:40 apo diun diçka e tillë. Kështu që ne tani thjesht na gele të bëjmë një xhiro dhe të shikojmë çfarë mund të ketë qyteti. Unë duhet të heq me patjetër takat, edhe pse nuk kam bërë ndonjë foto me takat, nuk ka rëndësi, I mbajta pak, po nuk mundem të eci dot më rehat me këto, kështu që do vesh shapkat më patjetër. Ne na bëri ai xhaxhi që të vraponim kot, ai xhaxhi, domethënë ai kamarieri. Domethënë ai çuni kamarier atje, më tha mua ke edhe çere kore ko për trena, tha se mbyllen orën 7 dhe mund të shkosh të vraposh, ta ma tregoi se ku ishte. Ishte pak larg dhe pyeta edhe disa vendas këtu, ata nuk flisin fare, kishin punën me anglisht shumë keq. Ai se ai ku Krena. Edhe mezi ma treguan, domethënë mezi e mora vesh, shkova atje, 6:30 ishte treni I fund, ndërkohë që ora është 7:10. Tani po eksplorojmë pjesën e mbetur të qytetit. Erdhëm tek këto shtëpisa këtu shumë të bukura, I kam parë shumë shpesh në internet në fakt. Po, jeta ime me pelikan qenka. Të pëlqen? Të bëjmë foto? Nësa kam parë këtu në dimër, mbushet plot me arusha edhe bëhet shumë bukur për Krishtlindje, domethënë me atmosferën e Krishtlindjeve, sepse Kolmari dhe Strasburgu mbahen shumë për periudhën e Krishtlindjeve. Por që thonë që ka edhe shumë popullsi edhe shumë njerëz, sepse vinë njerëz nga gjithë bota, aq bukur bëhet me sa duket me ato marketet e Krishtlindjeve. Ndoshta do vi me vend dhjetor, ku I di. Gjoja I vogël ky qyteti, po ka shumë njerëz sa paska. Okej, se është edhe vend turistik, po paska me vërtet jashtëzakonisht shumë njerëz. Ky në fakt mbrapa ku jemi është restoranti që ulëm, e shikoni edhe në pamjen tjetër. Te shikoni pak se sa shumë njerëz që ka mbrapa meje. Unë në fakt doja shumë, po shumë që të gjeja në një pasticeri dhe të merja në një ëmbëlsirë ashtu siç më takon. Por jam më shumë se sa full dhe nuk më hahet fare dhe do doja që të ulesha dhe të haja si njeri, jo thjesht ta merja me vete dhe të haja në hotel kur të më haj. Po nuk më kishte ndodhur ndonjëherë që mos kisha fare uri, edhe që të provoja ushqime të reja. Por që do shikojmë inshallah po qenë pasticeri, po nuk më hëngër atje, do ta marr me vete, se s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Ose do ulemi në një lokal, po fer prap nuk është se po mpiet asnjë gjë, thjesht të marrësh ndonjë pije atje sa për ne jo kohë, po hajde, do shohim se çfarë do bëjmë. Se kemi akoma kohën e kemi shumë të mirë, është akoma ditë edhe pse është ora 7, kështu që jemi në rregull, jemi mirë. Krena si duket mori sy nga udhëtimi I parë që shkoi çdo gjë shumë mirë, edhe këtë herë po na e çon këtu këtej. Thjesht duke vrapuar edhe është super e mbi stimuluar. Ndoshta nga që nuk e bëri gjumin e drekës mirë, nuk e di, po doja të tregoja pak të gjitha ato suvenirët që morëm këtë herë, janë ndër më të veçanta që kemi në frigoriferin ton. Para është kjo bageta këtu, që kjo sa e pashu dashurova fare edhe unë edhe Rezi, madje edhe Krena dha dua këtë. Edhe kjo është baguette from France, Saveurus de France. Pounds, ose të mos mirë flas frëngjishten, as ditë në jetën time s'kam bërë. Por që kështu, kjo është një baguette, po duke qenë se leton në Francë dhe ne donim me patjetër të leton te Kolmar, normalisht morëm një tjetër, edhe këtë e kemi marrë me vërtet super të veçantë, është super e vogël, mikroskopike, shikoni pak, është një zile këtu. Madje
E gjoni, bën edhe zhurmën, lexon këtu Kolmar, Krena patjetër që e rrëzoi duke e mbajtur nga qefi madh, e krisi pak këtu edhe këtu, po nejse, nuk ka rëndësi se nuk është të bëjmë nami. Dhe tjetër çfarë mori Rezi, nuk e di se ç'është fiksuar me këto monedhat kështu. Se pëlqente Krena, edhe ka marrë këtë monedhë Alsace. Doja që të shkoja pak çfarë është kjo Alsace që po e shoh kudo nëpër Kolmar, nuk besoj që e kam parë në një vend tjetër, do pes pak chatin se çfarë thot për këtë Alsace. Kudo, domethënë nuk më për këto suveniret lexon kudo Alsace. Okej, Alsace, ha tani na tregon çik chati çfarë domethënë. Shqiptohet afërsisht Alsace. Është rajoni historik në verilindje të Francës, pranë kufirit me Gjermaninë dhe Zvicrën. Kur sheh Kolmar, pothuajse gjithmonë do të shohësh edhe emrin Alsace, sepse Kolmar është edhe një nga qytetet më të famshme të atij rajoni dhe konsiderohet zemra e rrugës së verës së Alsace. S'është kaq i famshëm, shtëpinë shkënqyrshë. A do të thënë, është rajoni historik në verilindje të Francës. Mendova që ishte së vendet ndonjë gjë me atë biskotën, se dhe atë llojin e biskotës, ja to tregoj pak tani që se ma nxjerr çati këtë biskotën. Është ajo biskota që është për Krishtlindje, është në formën e kukullës. Ja. Këto biskotat kështu që se i keni parasysh, edhe këto i shikon kudo nëpër Kolmar. Çfarë bën kjo çaçi këtu? Apo shteta? Edhe mendova se mos i shih këto biskotat. Thashë ni Allah, thashë ni pas kam vënë emra biskotave. Edhe kështu domethënë, po nuk që nga biskot, që nga rajoni i kësaj. Edhe është i famshëm thot për shkak të shtëpive shumë ngjyrshe me stil gjysmëtruri, kanalet romantike të Kolmarit. Romantike. Kur vjen pa një fëmijë 3 vjeçar me vete, edhe që thonë jo, kjo gjëja kaq e vogël kushton 5 euro, njësoj sa ato suveniret e tjera, por që çfarë si ka. Se do merrim ato klasiket kështu si janë si gjithmonë. Ne kemi mbushur frigoriferin plot me ato dhe tani na duhen disa të veçantë. Erdhi uragani. Mos e hiq, nuk e hiqet. Nuk hiqet mami. Kjo është për bukurinë, do ta ngjësim atje tek frigoriferi. Edhe monedha e babit nuk mund të blejmë që me atë monedhën. Ja, këtë ka çokoladë bërë. Ne kemi ardhur një parë, kështu thonë jo. Kemi parë një papër një lek, po ti disi si nuk jemi marë, po jemi një parë. Po çfarë leket, po nuk i kaq. Bravo. Tani më e bëmi lekun? Ne kishte lash te parku. Ora 7:48 dhe shkoni është akoma ditë. Duket sikur është ora 4, të paktën mos ta ngelet merak që nuk e vizituam të plot dhe s'patëm kohë mjaftueshëm, po të kishim ardhur në dimër për shembull sot ta kishim këtë fat. Po edhe koha siç mund ta shikoni është xham fare. Fati nuk e kemi bërë tha Krena. Kjo fati nuk e kemi bërë ne. Edhe kështu që pjesa që vizituam ne e vogël ishte. Dhe bëm xhiro domethënë edhe po rrotulloheshim tek njëjtat vende, kështu që nuk besoj që do na ngelin ndonjë gjë merak nga Kolmari. Kënaqem me kaq sa mundem. Më mbaroi edhe bateria e kamerës. Me kaq sa na la Krena, do të thënë si gjithmonë. Por që është i lezetshëm për një pasdite me familje, kështu siç e kaluam ne. Shumë që e bukur, më pëlqeu. Më la një shije të mirë Kolmari. Edhe këta vendasit duken shumë të mirë. Përpiqen të ndihmojnë ai sa munden, po me anglishtën i kam punët shumë keq. Edhe nëse janë të rinj, 15-16 vjeç domethënë, që në Shqipëri neve mësojmë në klasë parë anglishtën. Edhe shumë mirë bëj. Shumë herë më mirë këtë gjë të paktën e ka super mirë Shqipëria, që i mëson fëmijët me një gjë të huaj, pse mos të kenë një gjë të huaj ekstra fëmijët. Pincore gjitha këto Krena, më e është bërë këtu plot me kamera, për t'u tregoj pak. Se më kishte thënë dhe Jera në TikTok mua në Instagram, nuk e di, kishte thënë që fëmi ti ç'a bën, ke bler 100 kamera sikur ke hapur foto studio, siç më kishte thënë diçka të tillë. Ti thosha po me urën çpate, me kamerat e mia çpate, o vlla. I dim se 100 lekë e mia çkretë si duket. Po nuk kam qejf, mua më gëzon zemra sa herë blej ndonjë gjë të re, ndonjë aparat, ndonjë mikrofon, ndonjë dritë të re. Unë kam qejf të mia, s'po lë njerëzit më të harxojnë lekë e mia si dua, unë dua të harxojnë si duan ata. Nëse ne do rrim tani edhe pak te parku, besoj. Rezi po rri atje, tash Rezi mos më rri nga mbrapa. Po rri fare nga mbrapa. Ç'a humbi? Na humbi dhe monedhën Krena tani më duket. Bravo, shpirt. Ne tani jemi në kërkim të ëmbëlsirës, sa unë u fiksova. Kërcejmë bashk. Ne kërcejmë bashk, u hodhëm bashk. Edhe pse u ri për ëmbëlsira nuk kam akoma. Po kam përshtypjen e di pse nuk pas kam u ri fare sot, me shumë mundësi duhet të kem shumë temperaturë. Po shqyr zoti që s'po më jep ndonjë efekt, kështu që të dua të shtrihen në mes të rrugës. Edhe jam mirë. Është sigurt që kur do vetë në hotel edhe të shtrihen, do më japi të gjithë këtë lodhjen e sotme, por nuk ka problem, rëndësi ka që mbahemi në këmbë deri tani. Edhe mendoj që e kam këtë temperaturën për arsye që po më pihet jashtëzakonisht shumë ujë. Dhe buta më është tar aq shumë, në fillim mendova se më ishte thar nga buskuqi i madh, po nuk është hera e parë që
përdor të buskuqen. Dhe është sikur që unë kam temperaturë të dashurmish, kam temperaturë, por nuk i lëm neve këto. Dhe shpresoj shumë që po të dua të zë krevatin nesër në mëngjes, sa të dal nga shtëpia, se pastaj nga hoteli domethënë, se pastaj do ta mbledhim veten, do bëhemi të fortë, të shkojmë të luajmë te Europa Park. Ne me sapo mbërritëm tek hoteli, edhe është ora 9 e ca njerëz, edhe shkojmë pak, është akoma ditë. Domethënë po të rrinim akoma më shumë, nuk do ishte problem. Po gjithsesi neve erdhëm sepse e tepruam edhe kaq sa ndëjëm, krena është nuk di, nuk kam në fjalë se çfarë të them. Është totalisht e lodhur. I vajti dorë që më s'ka faj tani, por që edhe gjatë ditës nuk është se ka qenë në më të mirën e saj. Por që s'kemi çfarë të bëjmë se ka edhe ditë të tilla kur jemi me fëmijë, kush është me fëmijë e kupton që fëmia ka shumë ditë të tilla, gjithsesi neve u kënaqëm shumë, edhe pse ziheshim her pas here me njëri tjetrin, siç thonë, domethënë, s'është ndonjë gjë e re. Por Kolmari ishte një qytet me vërtet shumë i bukur. I ram rreth e përqark Kolmari dhe shkret për një dyqan ose një pasticeri, edhe nuk ishte asnjë hapur, të gjitha mbyllur në të 6:30, duke sikur mbaronte jeta në 6:30, por gjithsesi kishte akoma shumë njerëz. Edhe kur ikëm ne që ishte ora 9 pa ca, domethënë ishte full me njerëz sepse ishin restorantet normalisht të hapur, por pasticerit fare asnjë vetëm akullore. Unë akullore nuk kam qef fare, kështu që nuk mora dot ëmbëlsirë, por që gjithsesi do iki tani të shtrihem edhe të qetësohem pak. Do mas edhe pak temperaturën, e sigurt që do kem temperaturë se po digjem flakja. Thjesht po i lutem Zotit që mos të kem nesër se për sot të morëm vesh, na mbajti deri diku energjia. Ndoshta edhe në humorin e krenës ndikoi fakti që edhe neve ishim pak si të lodhur, se gjithmonë kur jemi neve pak si të lodhur dhe pa po fryka shumë erë. Gjithmonë kur jemi ne të lodhur ose pa energji, ajo e ndjen direkt energjinë tonë dhe i përshtatet energjisë tonë. Kështu që unë tani do gjidhem lart, sa ata u ngjitën. Sa po erdha edhe tek dhoma, tani mezi po pres të bëj një tush trupit se as i parë nuk bëra, po tani me këtë qiro që bëm nëpër qytet, një herë po duket sikur po ngjite me gjitha. E të heq edhe këtë make-upin që kam qenë në mëngjes, më duket sikur kam një llaçi, jo një make-up këtu. Ky fustani shpresoj shumë që të më kenë dalë fotot mirë se shikoni pak si ban nxjerr si sanduiç këtë pjesën këtu po nejse. Po edhe po më kanë dalë keq foto, do t'i fusi Photoshop, juve këtu tek video bëni sikur nuk e shikoni edhe u zgjidh kjo punë. Këtë video do ta mbyll këtu edhe pse kisha vendosur që t'i bëja të dyja ditët në një vlog, por mendoj që ka dalë shumë e gjatë, ose ndoshta edhe nuk ka dalë shumë e gjatë, por nëse do t'i bashkoja të dyja, ndoshta do bëhen akoma edhe më të gjata, kështu që më mirë po e mbyll këtu këtë vlogun dhe do të shihemi te vlogu tjetër që do ta xhiroj ditën e nesërme kur të jemi në Europa Park. Dhe kështu dhe ju do të keni dy vlogje dhe do të jenë afër me njëra tjetrën. Unë si gjithmonë do t'ju kërkoja me shumë tashamirësi që të më bëni ndonjë subscribe, ndonjë like, ndonjë koment që e di që nuk më kurseni dhe jam shumë falënderuese për çdo njeri që më bën dhe çdo koment e lexoj me shumë tashamirësi. Kështu që unë tani po e mbyll vlogun për ditën e sotme dhe ne do të shihemi sërish nesër.